Situata mes Albës dhe Klodit u tensionua papritur, duke sjell një nga momentet më të ashpra verbale në shtëpi. Alba ju drejtua Klodit me një akuzë të fortë, duke i thënë se sipas saj, Benita dhe Eliona i kishin dhënë shumë hapësirë dhe liri sa herë ai kishte dashur. Fjalët e saj u thanë me nervozizëm dhe pa u menduar gjatë, si një shpërthim i mbledhur nga pakënaqësi të mëparshme. Klodit reagimi i erdhi menjëherë. I habitur dhe i revoltuar nga ajo që dëgjoi, ai u kthye Albës me tone të ashpra, duke i kërkuar të ndalej dhe duke i thënë se ajo nuk ishte në rregull me ato që po thoshte. Ai e bëri të qartë se po kalonte çdo kufi dhe se deklarata të tilla nuk kishin vend në një debat normal. Për të, ajo që Alba po bënte ishte provokim i pastër dhe mungesë respekti, debati nuk u ndal aty. Eliona, e cila ishte përmendur drejt për drejt, u afrua menjëherë dhe i doli përballë Albës. Ajo i kërkoi me zë të lartë të matej në fjalë dhe të kishte kujdes me atë që thoshte, sepse po prekte dinjitetin dhe figurën e saj. Tensioni mes tyre u ndje fort, ndërsa distanca fizike u zvogëlua dhe zërat u ngritën. Banorët e tjerë mbetën të ngrirë për disa çaste, duke kuptuar se situata kishte dalë jashtë kontrollit. Nuk ishte më thjesht një debat loje, por një përplasje personale, ku fjalët po lëndonin më shumë se çdo veprim. Atmosfera u rëndua dhe u krijua një ndarje e qartë mes palëve. Ky episod tregoi edhe një herë se në Big Brother, presioni, lodhja dhe emocionet e forta shpesh i çojnë banorët të thonë gjëra që nuk mund të merren mbrapsht. Një fjalë e thënë në nerva mjafton për të ndezur një zinxhir reagimesh, duke kthyer një moment të zakonshëm në një konflikt të madh që lë gjurmë në marrëdhëniet brenda shtëpisë.